Gjykata e posaçme pritet të vendosë sot fatin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, gati 1 vit pas arrestimit të tij. Trupa gjykuese do të shprehet nëse dosja do të kalojë për gjykim me themel apo jo. Veliaj ndodhet në arrest që prej 10 shkurtit 2025 dhe përballet me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet prej 7 muajsh, por ende nuk ka një vendim për kalimin e çështjes në gjykim. Shkak për zvarritjen, sipas burimeve, janë taktikat e vazhdueshme të mbrojtjes për shtyrjen e seancave paraprake. Në seancën e 2 shkurtit, Veliaj u largua nga salla dhe kërkoi përjashtimin e trupës gjykuese. Avokatja e tij pretendoi se nuk kishte pasur kohë të mjaftueshme për ta takuar në burg, për shkak të kostos së lartë të taksisë që e priste jashtë institucionit. Më herët, më 19 janar, Veliaj deklaroi se nuk ishte takuar me avokaten e caktuar nga gjykata. Seanca e 5 janarit u shty, pasi ai dhe mbrojtësit nuk u paraqitën, duke pretenduar vonesë të furgonit të burgjeve, pretendim që u hodh poshtë nga institucioni. Më 12 dhjetor, Veliaj shkarkoi 2 avokatët e tij gjatë seancës, duke sjell një tjetër shtyrje, ndërsa disa seanca të tjera u pezulluan për shkak të kërkesave të avokatëve për t'u njohur me aktet hetimore, të cilat i kishin në dispozicion prej muajit korrik. Me 13 akuza dhe 10 seanca të shtyra, sot pritet vendimi i gjykatës së posaçme për një nga çështjet më të bujshme të drejtësisë shqiptare.